Unë si influencera e madhe shumë kështu e Kosovës, unë më ti shakun Biçi kështu Kosovës. sikur biçi më njoftur i Kosovës. Niks Albanish, niks Albani zhvek. Bërmashin. Varfër. Ja, aslandir. Po më çka kum vërejt është që dyqysh njeriu tani s'po e shihon momentin, po e shihon idenë që të tjerat po e shohin momentin. Që thonë shkurt të shep edhe ujë me pishëm bansarol. Jo, s'po dish kush u pavon këtë fjalë. Unë period, klasi që ja. Jeta jote në film full në Netflix e jeta e dikujna tjetër është veç traileri i çati filmi. So, për sa të kena një temë super nice që përfshin shumë njerëz, Not me. një ndërta dhe neve, influencera në kamerë e robit të tjerëve. Përshëndetje, unë jam Mari. Përshëndetje, unë jam Kashi. Dhe kjo është Mësyshi. Mirë se veni në emisionin ton të ri, një Kafe me biçat. Biçat! Cringe, oh my god. Kusa cringe? Deka, s'pëmoj, shnash. Nëse cringe i shkon njeri, Na. i shkon kasi, obviously. Excuse you, bitch. Se ju s'jeni të e pa njerës, po prapa vje kena binkën, 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 nga gjakurva mër. E po vjen marrë po vjen. U skuqa, jam skuqër aty mua. Qa me nënti për këtë temë, Kassandra? Unë si influencera e madhe shumë kështu e Kosovës, unë më ti shakun Biçi kështu e Kosovës. sikur biçi më njoftur i Kosovës. Biçi më i mirë. Definitivisht, unë gjithë thëmë njëtë, gjithë sen e ka një vi shumë të hollë që mund është me te kalu edhe mos me vrej që e ki te kalu, edhe bota një farë smundje / vartësi. Niks Albanish, niks Albani zhvek. Bërmashin. Varfër. Ja, aslandir. Mdoket këtë ky sen ka fillu kur Keeping Up with the Kardashian became a thing. To be honest. I mean, I think they started it. Kind of, se do më thonë që ajo o kanë njona pisene të parë, ka pas reality show, po ka pas trash reality show. E kjo ka ma ndryshe pak që 24/7 being filmed, edhe me kalzu jetën. Që bota ka fillu, like, of course, they made it, edhe ka fillu mu bo si një trend shumë i madh që kena nevoj, po më kujtojt mu atëherë kur pa të ndalë storyt në Instagram. Në 2018, 19, njona për që të. Se më herët s'patën ekzistu storyt. Edhe unë fillim, po të thonë, kush ka me përdor këtë sen. Po të ja kom nis me përdor, se më do ke fun. Edhe se përdoshin shumica njerëzve nuk i përdoshin storyt. Ju në koma shumë postime që kem lidh foto, kem lidh video dhe tani dikur i ki postu. Po kur kanë dalë storyt, ka fillu ajo varësia. I know, ama ato kanë bo, do më thonë, clearly content, do më thonë, edhe kanë fitu para, po këptan. Po më që e kumë vërejt është që dyqysh njeriu tani s'po e shihon momentin, po e shihon idenë që të tjerat po e shohin momentin. Unë po thëmë më ime dhe folje edhe për experiences. Fillëm kur pa të fillu me Instagram, që është problemi që shumë personat, se one do që nuk e dini, kom fillu në 2018, im ka njani pi OG sa të, jo, Para Covid. jo po, Mas Covid. do më thëmë para Covid kur jeta u konën ma ndryshe. Kur pa ta fillu, do më thonë fillem, kom fillu, për tërkoj vetën, po mrena një kohë e kom kriju një karakter imaginar, që u kom pjesë e jam, apo e kom paraqit pak ma shumë. Adi që më thonë si kur e kom po një karakter social media. Sa që e kom reflektu një jetën reale, e cila u kom dyqysh si kur e clash dy botav. Që ka njerë, thësha, që më të bëmë, you know what I mean? Sa që u bëhet tepër. E ke kriju një personalitet dytë. Exactly. Po tani ke harru me nda një jetë për ditëshme. E kom harru se që ajo, do më thonë, e kom kriju, që ajo shiku edhe e kom vazhdu. Do më thonë, esenca e sajnë o konë qka pi pëlqen publikut. Është shumë gabi me kriju qatë karakter.
Pika numër 1. Pse? Se çaj karakter nuk është i vërtet edhe dikur nuk mundesh me majt më. Del fytyra vërtet, mas një kohë shumë gjatë. Dy sa me vite e bojmë, edhe vite e kanë çet karakter se that's aktrimin që e kanë edhe e majnë. Po, pa 2018 dhe në 2022 ku bojnë Instagram, ju më konë njoni filmat famshme. Edhe ku bëhat pauzën 2 vjeçare ku unë ka bo shumë mirë, që më zhduk komplet. Bap, pap, nërtuk. Po të shkruan hana atëra. Po, a vëdej pata në pushime. Jo, dhe më thëmë apë të më shly Instagramin, edhe tani u pata mënu me mërti mas njerë ka funksionu, njerë s'ka funksionu, tani kom hek ke dorë. To the haters, atë që ta kanë bloku Instagramin. Se s'pudu me shoh. Thë, ju, e njerë baba. Fuck you. Po u ka një pjesë shumë e mirë në fakt e jetës tëmë, se për një me ju përqëndru një jetën reale edhe ju përqëndru me bo një jetë të mirë që ndosh edhe me mo një pauzë, se është shumë e munëm shme, mi bo njerëzit me kesh, ose mu munu me bo content kur jetu vujt, ose jetu të pas një fas tjetës jo ma të mirën. Edhe u kanë shumë mirë se kur ju më këthy kurmaj, 2023 në TikTok, ju më këthy ketë me një mindset tjetër, më kanë real. Kur nuk më bëhet kontenti, nuk e bëj kontentin. Kur më bëhet kontenti, e bëj kontentin. S'kam nevoj me postu një pjesë imaginare tjetës teme, që unë e mendoj që është, për e postoj realitetin. Do më thonën, një ana pisane kryesore që unë gjithë më nëna me bo, më konë sa ma real. Se s'kam nevoj me jetu për tjetër kanë. Shpesh postoj një video në Instagram, një nice, po shkojnë në pushime asene, po kur dishka shkeq në një restorant të shkeq më nëna me thonën. Si ja vlen me shku vlla. Pjesa tjetër është që e ki një farë varësie që gjithë shka duesh me postu, apo kuptan. E që aja që edhe në vetë e bëj, e kumbo edhe e bëj. Sa shpo më nëna edhe pak me hek, për shkak se shpeshare ku nëzon vetën, do më thonë, literally një kafe, apo kuptan, të e postu e kënej tani të e menu non-stop, a më dulbe që e story mirë, a dalë bre mirë, shumë atë, kënej diqysh e pe një kafe 2 minuta, për 20 minuta e nëzirë e hek kamerën, të mënu me get the perfect shot. Për kanë, për çka? Qaj postim që e poston, dikush të reagon të, një zamër, për shkak ka një, s'ma ka bo zamër, s'ma ka pëlqy. Girl, grow the fuck up, boy, grow the fuck up, s'ma ka bo zamër. Do më thonë qaj reagim për një pjesë të audiencës, followersa që nashta 30%, 50% nuk i ki pa kërë, u bo pjesë e rëndësishme jetës tonë, ose jetës njerëzve. So, për mu, po folje prej provojës, normal që unë i këshyri numrat, i këshyri like-at, i këshyri asë, se that's my part. I këshyri. Po nuk marrë validim. Se ti je influencer, apo kupton, jam të folë për gjithë kanë, që do më thonë është te për invarën me postu. Ke influencer, nuk ke influencer. Që kja është? Po mam, still, dhe shtrojt pyetja ma di pse edhe unë e bëj këtë sen. A bëden, nuk është vish për popullin normal, për krejt, dyqysh, pse na qasë në varë për që është gjithë seni që për ndodhë. Se te ki një andër. Ja, po dhe unë e bëj për shkak se definitely e kam një andër që po tham, me bo, ase, po edhe është dyshkan që më vjen natural në kërë më do këtë jësarsh me edhe kam qef me bo. Po dhe edhe ju enjoy, a më njerë dyqysh e marin ka njerë si pun, shë edhe prej shoqnis tam, edhe vetë. Dyqysh e merë si laj obligime dhe si pun me postu, apo kupton ka njerë sa del, njerës për vjetë bëllë, për me nëzirë një foto të mirë. Ma mirë, ja. Që ka njerë dhe e shkatron momentin që jeni të e pas të u knoq. Exactly. Si abden. Se dyqysh njeri, këte unë e menoj që ka qef abden me u vënë re, edhe mu prezentu edhe mu pa. Po pyetja është e abden ka njerë. Ka një herë është, e ka dhe një anë të mirë të saj, se po thamë qofë sa abden ka njerë një koment i mire, një zamër, apo të ndreq jetën ose ditën, po thamë, amu për pak sekunda. Se dyqysh kalan, ose për da është e mirë se dyqysh nuk kanë për krahjen ashta, s'kan ku me gjithë për krahjen, edhe rrjetet sociale ja japin këtë mundësi. Apëtën dyqysh dikush ta thot një fjallë të mirë, që të ka jo një zamër, jo një koment, edhe jo një mënë. Ja, definitivisht nuk e di njeri për shka çfarë fazet jetës është, se ka njerë për një me e posta një story edhe dikush
ta shkruani tekst që të motivon dhe thu, hey, you know what? Kjo botë nuk është aq e keqe. Për një personi shumë random që jeton ku me diku. Definitivisht po them, po them do të më pas çdo sene ka një kofi. A di që thonë shkurt të shep edhe ujë me pi shumë bansaron. Jo, s'po dish. Kush u pavon për fjalë? Ona. Period. Clock Cassandra. it. Edhe mone man, edhe ujë me pi shumë banzarar. Helmo. Telmanuje. Po them se për shembull ka kështu që po thu do njerëz që Me dhëmbje shpine. nuk dojnë ka njerëz që përdorin kosmodiskon. që nuk e kanë qëllim me bë karrierë influencer ose diçka, po janë shaq të varur sa që kanë njerë po them që shoqni ton, s'po përmeni emra, E dini ju kush jeni Jo, halal dini ju po se kof, po njas shqipen. shtëpia që i keni. ama kanë njerë kur shkojnë në pushim, ma shumë boj foto e video me postu ata njerë se sa ona. E çto ne kam probleme. A përdin, se one po foli shash, po tham, mu ka dash vite me hekit vartësi, po folin nga zemra, dorën Vartësi. zemër gisht një bët, s'për qetë me këtë pjesë. Po. Ama, besoni që mu ka dash 2018 qash po bohon gati 10 vjetë 8 vit ju mbo. Do më thënë 4 vjetë, kur e kumbat pa uzën 2 vjeqare, unë jam këtys në social media si një person komplet tjetër shumë aj pjekon, që one, kam nevoj për content, për ka njëherë kur vi me nejtë e këta, zgat qash 2 orë. Pse se kena pas edhe biseda shumë të maja që u prish gati shoqënia se unë jam kon qaqin varër. Para mendon një njerë, qaqin varër jam kon tip telefoni, sa që u dash me mu ul, burrat mu ul, edhe me pas tim serioze që jam të e tepru. Sa që është qaq disrespectful. Do më thonë, e paraspektushme, mos ma zeni për të madhe se po mikim fjallë qep. Sa që më ka bo me kuptu, hej, ka dole njerëz se s'jam të e shiju momenti me shoqni. S'jam të e shiju momenti me shoqni, e qëta është okej, qëta që jam të e morë si punë e sene, po e kam të kontrolume, shumë e kam të kontrolume, për menimin tem. Jo, është e vërtet ka tepër update. Ja, Amo e do njerëz që nuk e kanë as karrierë as kur gjë, e bojnë që atse për kanë mëj, po dhe për për kanë për me gjitën këshillak. Normal. Unë e kom zonë vetë vetën, tu dyqysh të e tepëru edhe që një kohë mirë dha me që të punë të mënua, din shpesh ja kujtoj vetës edhe nalën, edhe thëm pse, ose this is a step too much, edhe dyqysh e lo. Ja kom nisa kohën e fundit që një kohë me bo këtë sens, e pa nevajshme, pse? Për shembull, a e nëzën të në erë vetën, ose e ke nëzonë në erë vetën, të këshyrë storit e tjerëve, tani të thonë, sa nice, ku janë, të kapë tani një lloj anxiety, që është të prishat pak dita, lakman. Po, definitivisht, se unë si një prishtynës, jo, me mu prish dita jo, me të kalëzë drejt, po thamë se nashta që kam experiencë me vite, s'po thamë që unë jam qash njeri ma woke këto në këtë thomë, po I cracked the social media thing, pasi që nuk e lo një sen, një story, një video me ma prish ditën, lakmaj, definitely bitch, kush më në lakman, sidomos në djetor, kur këto u kanën 0 grad, edhe i shifsha do që i kam Instagram në Brazil, të e thu jetën, qa kum lakmu, baba! Amo influencosh pe që aty në story, ka njerë ke pa kur Po ka je, njerë, do me thonë, bja tham, pse se ku morona, ose qa me bojnë, që Punon. me bo vitin e arshëm, apo punoj mjaftushëm, se kushton shumë, e sane, që ti me bo pytje vetës edhe kur me punon demotivu pak, vjen ja. shpet tani lodh është Ja. në qysh bjen e ke pa në krevet, ose najher kur je pak ma jo Down, okay me ja. pare, anaj sen, Of tjetër course. ato postan diçka në Milano, në Madrid, në Dubai, ku pe dion edhe ti tani thu në qatë moment që jem të bone wrong, Ja, of course. e mo harrën me kuptu realitetin që najna të e krasu jetën tonë të plot me një highlight dikujna tjetër. Exactly, qa Me një 5% të mirës që është e prezentu aj, ose ajo në atë moment. Qa është problemi që gjdo herë kur këshirë një naj video se nëse, shansa që ky sen është realitet, jënë 50-50. Bila a thojnë është 70-30. Si me Pasi konë që, ja. jeta jote një film full në Netflix, e jeta e dikujna tjetër është veç traileri i qati filmi. Ja, e ty të pëlqen ma shumë E ty qaj të pëlqen traileri. ma shumë qaj trailer, së është adventurous, është, Ja. do më thonë, sekuencat ma të mira i marrën edhe i qesin që ato. Do më thonë, nuk e krasën jetën tonë full me një trailer tjetës dikujna tjetër.
Po se s'është realitet. Se sa është, se ti si tu e pa jetën e tina komplet. E çfarë është problemi që shtyn që ky sen tani edhe probleme psiqike me vetveten, po edhe pasiguri në vetvete që nuk je kërkon hiç. Ja. Shumica nuk jena. Obda. I mean, nuk jena qash në pikën më të madhe të karrierës tonë, edhe Po da. shija që ato që i ki. Exactly. You know what? Appreciation. Exactly. A e ki punën më të mirë të ëndrës? Jo. Po bëne më të mirë në qatë punë. Appreciation. She has problems. Unë e kisha thonë story nuk është problemi. Problemi është kur story bët arsyeja pse ti jeton. True. Momentet më të mira harron mi filmu se jetu. Edhe të qysh Obviously. gjithmonë që një kohë që kum fillu me e pa që të sanë që çdo sanë kum pas qef me filmu, non-stop jam të mundu me ja qit vetit përpara që të lloj ide që hey, po pse po të shkon non-stop menja ton me filmu kur për momentin je to have tepër Po shumë të fun. të shiu në fakt. You don't need validation ma shumë se sa që ajo që ti jetu për momentin një moment tepër të mirë të jetës. True, po do s'banë edhe me harru që na si njerëz jena programu me vite të tëra. Do më thonë, unë po tham, nuk është një sen që mund është me episodit nesër, të mu unë kur 7 muj s'kum pas as Instagram, tani e kum qel një Instagram privat për një 3-4 muj, ku i kum pas vishus një ngusht, që atëherë unë do më thonë, ja kum nisë me jetu pakës me postu që ka jam të jetu. A do më thonë, mazi e kum shiju e kum postu. E ju me postu, a mos Gjatë. që tu e shiu momentin. Abde. Ti tu e postu që thua ti dhe kthehesh e kësyra ka dal mirë, ja, diçka pe fshi pe edhe një. Ose pa hajt edhe një. Edhe domethënë jena çton tavolin, ti je tu knosh tu fol, a unë jam telefon tu mundu me kap qiqiri, me kap çto lula. Edhe Unë me qëta e kam problemin kur ti do më thonë postan se mënosh me bind vetën që je i lumtur. Ja. Kur na shan qatë moment si je që i lumtur. Exactly. E qëto e kam në problem, edhe me vetën, se s'po tham po edhe me vetën, edhe ma ne me krejt shoqnin, pse? Do më thonë këna arë në qatë moment jo të lumtur edhe me deal me qatë fakt edhe me kalu qatë moment, se s'muna më koni 24 happen njeri, qëll. Shumë njeri nuk është i lumtur me vetën, nuk është në atë pik me shiju jetën vetë, ose me njerëzit që ka për rreth, po mendon që kur të merr validim, fjala e shqip, ti njerëzve tjerë e bën më të lumtur. Shumë ka bëm. Morali kësaj pune është që do më thonë një like ose s'disa lajka, në fund ditës nuk ka me të ndreq jetën. E vetmja që ka me të ndreq jetën është puna me vetën, Like që japi qetësia edhe njerëz të vërtet, edhe që like që jap vetës. Exactly. Yeah. Liking, commentin, unë ja jap vetës. Shpesh unë anca vetëm mos do të hadu vetën. Actually vetëm pas shilo tham shumë kyt po do të na sa. Që aty janë like-et, commentet, që mundesh me dhon vetët. Shpera e shë vetën është. S'di a keni një pyetjen. A keni një? Pyetja, do më thënë pyetja nga personi më prapa vi, s'po me përmend emra, Gjakovarka. Amra s'po përmene. Për pyetje që i keni. E bëni pyetjen çka mendoni për ata njerëz që postojnë zakonisht veç verës, një stil vites ose më shumë tipo, do edhe veç verës postojnë. Për më. Po ka njerëz që kur si shef 24/7 verës, bum. Postojnë veç verës. A ka të bëme me faktin që është sezoni çiftëzimit kur shpendet shtohen, bilbilat këndojnë. Apo veç është verë. I mean, unë e menoj që po, pse vetë natyra e njeriu të kriju edhe kështu pak a shumë. Qysh historikisht e ke pa dhe në Bridgerton atëherë, kur është ai seriali, qysh është periudha verës, kur fillan mundëzikoa është periudha qiftëzimit, kur shkojnë, dalin, do më thonë, shitën? Njerëzit shitën, si meshkuj si femnat. Të njëni tjetri. Kemi bleri export dhe import. Ja, ama unë mendoj që ka dhe pika tjera që leads to that. Nja shumë bën kaliente. Jo, po shumë njëri punon ta ndimre me trupin e vet për me arrit pikën mahatske verës, domethënë, që trupi caliente es tu amor, caliente es tu amor, yo quiero. Ja. Domethënë punojnë ta ndimre për kallëzu
Sigurisht në shajë vlla, kum çu bark, ka anon në verës, a kum pas bark, s'kum pas bark. Normal që postaj e mës krejt, domethënë të rrog dillit, nxjet pak likura, apo të vizllam bre, o vizllam. Një fanirë se të shkon në lullet ballit. Ku më Dikam kjo krejt. Ja. Estrogjeni, një farë testosteroni, dielli ta shkrinë, tani fillan e tem, a ne i knedut me hin deti, mu gju me krysën, që së gjush me kry. Ja, pëdën. Nein? Hot girl summer. Njerëzit janë të punu që më dok majs mirë të verës dhe ku ndodh domethënë se aki pas si të bëhen çifte si zhglëja. Po dhe po s'mendoj që është domosdoshmërisht veç ajo është për shkak se lujta. Ani më falni, ama do çiftes shejt kur ti shafsh fatet kur ju kanë kur ju taku. I swear. Edhe kur ti shafsh mas 2 vite, po a ke po lesh në hun edhe në vesh i daleshe. Kur s'kam pas kur. S'kam pas kur lesh në vesh i dal, dëgjosh a ke po. Hajde, faleminderit që më keni shikuar. Faleminderit shumë. Shihemi në episodin e radhës. Shihemi në episodin e radhës bashkë me mu dhe me Kastriotin deri në edicionin ton të radhës. Mirupafshim. Picha.